Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë në Shkodër kanë arrestuar një 21 vjeçar, i cili u kap në posedim të një sasie të dyshuar narkotike kanabis. Arrestimi i shtetasit AH, banues në Shkodër, u realizua pas një kontrolli fizik nga shërbimet e policisë së forcave të posaçme Shqiponja. Gjatë këtij kontrolli u gjet dhe u sekuestrua një sasi kanabisi, një peshore elektronike dhe një gërse që dyshohet të jetë përdorur për përgatitjen dhe shpërndarjen e lëndës narkotike. Përveç kësaj, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori pas kapjes së një 14 vjeçari, i cili u arrestua pasi drejtonte një automjet pa leje drejtimi. Sipas burimeve nga policia, procedimi ndaj tij ka nisur në gjendje të lirë. Po ashtu, specialistët e hetimit të krimeve të komisariatit të policisë në Shkodër kanë referuar materialet për shtetasin LZ, 22 vjeç, banues të Shkodër, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në lokalin e tij në Lazën Vasil Shanto, u konstatua se po luhej muzikë jashtë orarit të lejuar. Për këtë arsye ndaj tij ka nisur procedimi në gjendje të lirë. Materialet procedurale janë referuar pranë prokurisë së gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme.